Në studio, Vera po vjen, festivalit po vinë, Arden, faleminderit shumë që kjo është në momente shumë kënaqësi. Faleminderit shumë për ftesën, mirë se u takuam, është kënaqësi gjithmonë të jem në studio të juaj. Ka njerë kur foli kështu me musafir para se me nisë emisioni, thëmë o zët, mos t'ju bëj shumë pyetje se po të ljoha ekskluzivitet për emision. Unë i mora do detaje mirë, po tash kemi mi njoftu edhe krejt shikues edhe këtë ata që kanë marrë në UNOM. Qysh shkuan përgatitjet? Përgatitjet po shkojnë mirë, si gjithmonë neve ekipi jonë që mirët me përgatitjet të skenës, ndërtimit skenës edhe gjithë vendit, është atje ka një muaj më herët, përgatitjet po shkojnë shumë mirë, kanë shku më herët, janë japë me kohën, janë të bo përgatitjet e fundit, përgjithësi është të shku mirë, edhe pse koha është duke mbretur shumë e keqe, koha do t'jetë shumë e mirë gjatë ditëve të UNOM-it, do t'jetë nga 26 deri 30 gradë, kështu si le të bëjnë njerëz të gati edhe për me bo plazh, me fillu verën, edhe me fillu sezonën e aktiviteteve kulturore, artistike, muzikore, kështu më radhë. Një ditë me Traklin edhe me ekip Trilodhi diskutoj shumë qysh sët, për shembull, kësa që është Bajram krejt kustovarë që edhe shkojnë Shqipni. Shtashulin këgja mirë. Parimiksi po ndodhet perfekt keni rënë. Po vendos me bu Bajram atje. Me marr baklav, edhe më thani një gazetar më tha, ndër në shku më falë. Më falë qa falë. Shku më falë. Thash më shku më falë jo, po mi po këto zakonet adete që kena mi këtir familjartë. Po në është edhe shërbena baklav nuk i djetë. Ka dhina të ndorë momentit, ma spontane. Po du pak me undalë tek evolimi i UNOM-it ndër vite, jo mbo ka gjatë do vjetë prej kur ka fillu, se cili edicion po është ma i sukses shumë se tjetri. Qka e bën ma të veçantë këtë vit? Qka mujna me prit, nështë atë diçka që s'kemi prit për gjatë viteve para Po është të vërtet, kjo është edicioni 6 në festivalit, ka qenë një rukëtim këgja jo i letë dhe normalisht gjithmonë kemi pas njeve baticat e festivalit dhe kemi pas sfidat, kemi pas dhe rukëtimin ton që UNOM-i si shtetet e munjohë ndërkombëtarisht. Si sot dhe mbaj para 6 diteve kur ka fillu UNOM-i, edicioni por ka qenë okej, edicioni dytë edhe ka qenë okej, po edicioni i pas pandemik ose pas karantinës ka qenë padyshim më i suksesshëm edhe na ka ngritur në një nivel tjetër duke u bë festivali par në Evropë pas karantinës që u zhvillu në atë kohë. I kemi qenë festivali par që ka thjoklin edhe kam fillu mu rikthu jetë artistike dhe muzikore dhe kulturore në të gjithë Evropën. Edhe padyshim që gjithë Evropa i ka kthy syt ka UNOM-i edhe kemi pas një numër të madh të njerëzve që nga ajo kohë UNOM-i një ndërkombëtarisht këgja mirë, jo dhe jo vetëm për shkak të edicionit të suksesshëm post-pandemik, po edhe PR-it agresiv që e bojna në për social media, në për platforma ndërkombëtare, në për web magazina. A menen që ka pas ndikimin e vetë kështu këgjat madhë ndërsa rrjetet sociale, na e dim që sot përjetojmë me një botë ty në edhe rrjetet sociale, marketingu digital e ka bot vetën që në më thonë është një për elementeve që e ka bot që unë ndërkombëtarisht, është lokacioni, vendi, është deti, është mali, është rëra, është plazhi, është muzika. Lokacioni, unë e di para se me mbajt UNOM-i, Rana Hedhun ka qenë një vend që jo krejt e randit. Diqysh në gjinje normalisht kur shkojnë qytetin është pak lugë, edhe ka një infrastrukturë, edhe rruga do më thëdisë shkojnë atje, kur shkojnë atje është krejtësisht një planet tjetër, edhe t'jem një farë energjie pozitive. Dhe për këtë arsye kemi vendosur aty me bo një festival ndërkombëtar, i cili ka për qëllim që përmes muzikës dhe përmes turistëve të promovohet ndërkombëtarisht. E gjitha kjo në bashkëpunim me gjitha aparatin e shtetit të Shqipërisë, Kryeministrinë, Ministrinë e Turizmit, Administratin e Pushtetit Lokal, Ministrinë e Shëndetësisë edhe shumë të tjerë. Gjithë së bashku punojmë që UNOM-i të organizohet mirë sa ma mirë, në mënyrë sa ma profesionale, të ketë siguri. Dhe kjo nisë nga aeroporti deri tek arritja destinacionit të festivalit. Po du pak me ndojlë, i përmendëm rrjetet sociale, po besoj që aty njerëz kanë mujt me reagu për çka do që keni postu sa i përket kësaneve të reja të këtij edicioni. Po kemi postu shumë. Keni postu tepër shumë edhe njerëz kanë këtë update-it me gjithçka që ka pas. Kemi postu video, kemi postu informacione, domethënë neve
gjatë gjithë vitit postojmë content ndryshëm, lokacionit, programit, vendit, biletave, faza parë, faza dytë, faza tretë, artistë ndryshëm, deti, rëra. Që aty do është anë ndalë, tek artistët që i keni postu, tek line-upi si vjetëshëm. Keni mujtë po besoj me i pa dhe disa prej komenteve që i keni pas, komentet ka qenë ketë pozitive, një line-up që krejt e ka ndasht, ke Black Coffee që njerës tu kemë tip për excited me pa dhe njerë tjetër. Po, kë unëm po konsiderohet si ma i madhe i dire më tani, duke patër parasysh që kemi një program ko gjatë madhë në aspektin artistik dhe muzikor. Kemi Black Coffee që nisim ditën e parë me të ditën e ejnë. Kemi Damien Lazarus, i cili vjen për herë të parë në UNM, është një emër ko gjaj madhë nga Anglia. Kemi Carlitën, një artiste tjetër e cila ka pushtu gjitha festivalet botërore. Kemi Dixon, kemi Beduinin, i kemi rikthy prapë sepse kanë qenë i dyshe shumë e mirë, shumë e suksesshme. Kemi Seth Troxler, kemi Sonja Munir Eraresh, Priku, Cameron Jack, DJ ton lokal, DJ nga Shqipëria, më thonë gjithë këta në DJ. Shumë më interesant është ta feedbacku që ata e marin masi që të kryet në shta festivali. Tek që po vinë 2 herë me përformu, po pësej ja kalon në vëjt. Po dhe kjo është një pej elementeve kyqe në shpërndarjen e fjallës, apo word of mouth, që njerëzit folin për gjithë Evropën, për gjithë botën, se kemi qenë nëmë, kemi kalu mirë. Edhe kjo është shumë e nësishme për neve, që word of mouth me qeni mirë, që më shpërndo fjallë sa ma shumë, që në vitet në vijem kemi mësafer halo ma shumë. Kjo është shumë e nësishme për neve. E vërtet. Fali se ko shumë. E vërtet, po. Unë e tash pak ma herët përmes postimeve që i keni bon rrjete sociale, keni mujtë me vrejt sa shumë njerëz të kanë dash line-upin. Mirë po, tash, përmes biletave që i keni shit, po besoj mundi me vrejt sa njerëz ka me pas. Po, ka interesim më të madh, Si vjet kemi shumë musafer nga Anglia. Kemi pas, po si vjet kemi bo kogja marketing dhe në Angli, sepse kemi disa... Kështu na i shtet në shas specifik për cilin na do me thonë, wow. Franca, deri më tani Franca ka dominu gjithë. Gjithmonë francesët ka qenë numri më i madh i biletave të shitura nga Franca, pastaj vjen Zvicra, Gjermania, Kosova, Shqipëria, këtë vetë është edhe Anglia, duke patër parasysh që kemi partner nga Anglia, të cilët specifikisht janë për kujdes për PR-in e UNUM-it në mënyrë ndërkombëtare. Shumë billboarda digital të cilët nuk kanë qenë të publikuar deri më tani, kanë qenë të publikuar në gjithë Anglinë. Linë të përmendet edhe aktivitetet e pre-party që kemi bërë në të gjithë Evropën, si në Beograd, Shkop, Ibiza, Rom, Paris, Lisbon, në Zanzibar kena bo, Zanzibari kosh, dhe me thonë kena bo pre-party të UNUM-it. Që shemi mundu sa ma shumë përmes aktiviteteve të ndryshme që ta shpërndojnë fjalën e UNUM-it. Po besoj që do të ketë efekt, interesim ka. A uja me thonë që është viti që nështë ka mas shumë të interesim? Ka interesim shumë. Po neve tash në mbetet mi prit musafert, me ardh, edhe me një shifër kështu pak ma të sakt do të dalim pas festivalit, në më thonë, gjithmonë dalim kështu me një falenderim, një raport se so njerës kanë orë, nga kanë orë, kështu më në. Duke qenë që është një vend publik, na e thamë edhe pak më herët Rana e hedhën, sa ndështa ka, sa po përgatitin në fakt që me konë një ambient i pastër edhe gjatë ditëve sa ka me gjatë festivalit? Po, kemi grupe vullnetare, kemi ekipet pastrimit të cilët me trindrime për kujdesën që ambienti i festivalit të pastrohet me një herë çdo ditë. Edhe kemi organizata jo qeveritare që vinë nga Evropa që bëjnë kështu aktivitete të riciklimit, aktivitete të pastrimit, aktivitete eko që ambienti të jetë sa më pastër dhe të promovohet plazhi të ruhet, të pastrohet edhe që mos tuhen mbeturina. Dhe kjo është një farë moto që e bëjnë me Ministrinë e Turizmit, e kemi bërë së bashku. Edhe shumë organizata të huaja, organizata jo qeveritare nuk kanë bashkangjitur sa i përket këtij aktiviteti. Është shumë e rëndësishme që ambienti të jetë pastër dhe të jemi shembull se si do të ruhet ambiente, si do të përkujdeset plazhi, mos zgjuhet plastika e kështu me radhë. UNUM-i nëse snifet për kur gjë, njifet për muzikën e mirë që e ka, për atmosferën e mirë që e ka, sa pëngoj muzikë mirë në Rena? A jena vedisu? A më jam e dalë mas fratë të sa jo? Fatkeqësisht, nuk po vedisohemi sot dohet, sepse ka shumë muzika përgjithësi në botë është komercializuar shumë, edhe kjo gjenerata
e re e TikTokit edhe internetit nuk është se pungon edhe po është e fokusuar me shumë muzikë kualitative. Ne si unë përkujdesemi që secili artist ketë zhanrin e veçantë, muzikën e mirë, edhe të mënohemi të promovojmë muzikë sa më të mirë, sa më pozitive, sa kualitative, edhe përmes muzikës t'i mbledhim njerëz nga gjithë bota, t'ja shijojnë rolin e hedhur, shëngjinin, muzikën, si dhe shumë aktivitetet të cilat i bëjmë gjatë ditës, të cilat i ofrojmë. Gjitha kjo në shëngjin të Shqipërisë, nga data 5 deri me 10 qershor. Po besoj që këja ata që e kanë plan për më ardhë, i kanë kry krejta këto aktivitetet që do të më i kry paraprakisht, që është një pyetje edhe akomodimi, po më intereson këto tek puna e transportit, për ata që ndoshta nuk janë të rana hedhën të akomodum, çysh kanë me jabo, do të me vetura personale. Unumfestival.com është platforma që kemi bileta në përgjithësi, janë aty çmimet, kemi bileta ditore, të cilat nuk kemi pas deri më tani. Okej, çka ka kapur duhet nisën më ndryshe për është rësi. Deri më tani nuk kemi pas bileta ditore, por pas kërkesave të shumta kemi vendosur me pas edhe bileta ditore. Edhe ka paketa të ndryshme të apartmaneve, të akomodimeve, të cilat njerëzit mund t'i blejnë. Edhe ka bileta grupore, ku njerëzit mund të bëhen për shembull 4 vetë, biletën e 5 ta marrin for free. Edhe ka mënyra të ndryshme dhe ka pakete ndryshme që ofron platforma Unum Festival, edhe normalisht janë këto platformat e akomodimeve ku njerëzit mund të prenotojnë panesa, apartmane, villa, hotele, thon nga gjysylli deri shtatylla. Shëngjini ka infrastrukturë për mbi 20.000 veta të cilët mundën mi akomodu. Kështu që mirë thati njerëzit të cilët nuk i kanë blelit, i blenë që tani mos talin momentin e fundit. E vërtet, kushtet po plotësohen gjitha, unë tash edhe pak më herët është një evolim shumë i madh ndër vite që e ka pasur Unumi, kështu që po besoj. Po, edhe transport që thati, do të kemi transport lokal me furgonat, të cilët do t'i transportojmë njerëz nga Shëngjini tek Radha Hedhën te pika festivale dhe Anasjellës. Do janë në dispozicion 24 orë. Po du pak edhe më ndalë ndoshta tek çmimet në përgjithësi te Unumi, ka ndryshime? Ka ndryshime jo shumë mdhaja, më thonë se ditës çmimet po rritën edhe na po do të mjë për 7 tregu, do të thonë bileta për momentin 117 euro për 5 ditë dhe 5 natë, i bje 23 euro dita, nuk është shtrajt. Nuk është shtrajt për mi po artist ndërkombëtar që po vinë. Jo, nuk është shtrajt dhe ka edhe bileta ditore të cilet të dëshirojmë i ble, po dallon varsisht nga dita e për shembull te Black Coffee është pak më shtrajt sepse është artist i kalibrit madh, pastaj shkojnë duke u zvoglu. Apo është gjitha çmimet po është vështirë. Stila të çështë pyetja vështirë po është. Dashna më pyet sa po është vështirë me i siguru që ta artist. Këta artist është vështirë. Ndërsa është ma lehtë dikon që ka qenë Kosovë, ka përformuar dhe është ndaj i kënaqur, ja ka lënë me çështja më dhe më herët, por ndoshta dikon që se ka një sezona festivaleve ka konkurrencë shumë të madhe, sepse gjithë botën ndodhin mira festivale në gjatë verës, gjatë periudhës qershor-shtator, edhe artistat e mëdhenj të kalibrit madh kanë mira kërkesa në vit. Dhe normalisht gjithmonë ata zgjedhin vendet më të mira, vendet më të popularizora, më të frekuentuara, normalisht edhe çmimi dallon, këshyrin edhe normalisht pak më ngjofshëm, edhe janë disa elemente të cilat normalisht edhe këshyrin çfarë festivali a kiamën, a nuk kiamën, edhe normalisht janë menaxhmentet e specializuara të cilët ata i këshyrin, i filtrojnë, i propozojnë, më thonë paramendoj nga 3.000 kërkesa, ti do t'i zgjedhësh shta 150 vende për t'i përformuar për një vetë. A kena kështu nështa të e bu një farë krasimi, a ankomi shumë a shumë nështa se Franca, ose se dikush që merë pjesaj përket çmimeve të festivaleve, unë e nështa, s'po thëmë specifikisht për Unumi, për në përgjithësi në për festivale, e di që ka shumë ankesa për çmimet cilat janë. Unumi nuk i ka çmimet okej, normalisht ankesa ka gjithmonë, po do të kemi ankesa bazë, dhe një festival ka shpenzimet mëdha, nuk janë vetëm artistat, janë 400 veta staff, ka infrastrukturë, ka skenë, ka shumë shpenzime, janë hotelet, janë, më thonë, më thonë miliona ka shpenzime një festival.
Normalisht njerëzit mundën më anku, kanë drejt më anku, çdo ankesë, çdo sugjerim, çdo kritikë është i mirësorës, që na më përmirësoj, më bëu pak më të mirë. Kështu që kushdo që ka një ankesë më na shkruan në Instagram. Ashtu i nxehtë, ashtu i ftohtë. A vi punon me dera si mu ka dikon gjithçysh. Po për ata që e din çka është me shiun në tani festival dhe din çka është për me pa dikon. Kena një grup aty në festival, aty njerëz që shkruajnë. Pyesin për edhe mundohemi që secili më përgjigjet. Po në veç se derivon ashta nuk e kena pas një numër shumë të madh të festivaleve që në organizu, nështa që aty qalojnë pak edhe nuk i dim çmimet çysh realisht janë. Unë e di për shembull nështa çmimin cilin e ka unumi këto është edhe 3 herë më i madh është një çmim që mund është shkëtim me pa një artist të vetëm. Jashtë është mashtrajt, edhe pjetë janë mashtrajt, edhe akomodimit është mashtrajt, edhe ushqimi mashtrajt, gjithçka është herë 2 ose herë 3 në varet. Por normalisht me qëtë çmim, qëtë program, nuk mund është kërkon bëhet me gjetë ma lirë se të na nuk besoj. E vërtet. Ardeno më du me falenderu shumë që e bësë në moment. Falenderit shumë për ftesën, ju falenderoj shumë që na keni përkrahur që nga dita e parë, jemi shumë mirë njerëz, kemi bu në rrugtim së bashku ndër këto vite dhe po shpresoj që edhe vite tjera do jemi së bashku si gjithmonë. Falenderit. Uroj shumë. Falenderit që jemi në nëmë. Ka sa i përket kësaj bisede, ne vëshkutemi për pak marketing, edhe rikthehemi sërish për me vazhdu pjesën tjetër të momentit.